Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat për një map për zgjedhje komunale për ballotazh në zgjedhjet 2025 në platformën e vetme televizive të realizuar mbi standardet e verifikimit të fakteve, ku po diskutohen në detaje projektet zhvillimore të komunave të vendit të cilat janë tash të shku në ballotazh. Sonte jemi me kandidatët e komunës së Vushtrisë, të cilët qytetarët vendosën t'i dërgojnë në ballotazh. Sipas rezultateve të KQZ-s, gara në Vushtri po zhvillohet në mes të Ferit Idrizit të PDK-s dhe Sulejman Mehollit të Vetëvendosjes. Të dhënat janë si vijojnë, të dy kandidatët i kemi sot në studio. Mas pari mirë mbrëma, faleminderit. Mirë mbrëma, faleminderit dhe juve. Të dytë për jush keni ardhur edhe herën e parë, s'keni qenë dezertore edhe tash, është kënaqësi më pas. Edhe para se me shku tutje, po i shohim se cilat janë rezultatet, të shohim debatin, ne i ofrojmë edhe disa të dhëna të tjera të rëndësishme për qeverisjen e ardhshme. Asambleja e Vushtrisë do t'i ketë gjithsej 31 asamblejist, edhe sipas llogaritjeve preliminare asnjëra nga partitë që i kemi këtu si në ballotazh nuk ka arrit shumicën prej 50% asamblesë. Prandaj, deshtën, domosdoshmërisht do të kemi koalicione për me udhëheq komunën. Renditja e asamblesë është si vijon, PDK-ja i ka 13 asamblejista i ka fitu, Vetëvendosja 8, LDK-ja 7, Nisma 2, AK-ja 1. Unë po shkoj drejt në temën e parë, që është investimet kapitale. Qeverisjen e ardhshme të Vushtrisë e pret një punë shumë e madhe në infrastrukturë, pasi kjo komunë është e renditu në vendin e 18 me infrastrukturë rrugore. Kjo edhe ka dalë nga raporti i performancës së komunave, të cilin e mat Ministria e Pushtetit Lokal me shumë donatorë tjerë, ku i masin 100 indikatorë. Në bazë të kornizës afatmesme buxhetore, në Vushtrisë i ka kalu buxheti për vitin 2026, edhe aty janë të listuar projektet investive kryesore për vitet pasuese. Në vitin 2026, po i ndaj këto dhëna me ju, sepse çka do të thonë kandidatë për kryetar të komunave, në fund ditës vitin tjetër veç janë para pa që mu shpenzu paret, edhe të gjithë duhet të kemi këtë parasysh, janë para pa 5.6 milion euro për investime kapitale, prej të cilave pjesa më e madhe investimeve, sipas kësaj kornize që është publike, kanë me shku në ndërtim të rrugëve. A kanë me ndryshu prioritetet, apo fokusi do të jetë prap te asfalti? Në projekt janë krejtësisht 17 projekte të rrugëve të reja, po indigjojmë se cilin për jush për investimet kapitale, ku keni me i qut hollat në investime kapitale jo vetëm një vit, po flasim për 4 vite, po fillojmë për juve, zotni Idrizi. Atëherë faleminderit shumë, fillimisht i përshëndes qytetarët e Vushtrisë, diasporën edhe kolegun tim që kam këtu në studio. Na veç që investimet kapitale kemi adresu, do me thonë, për vitet e ardhshme, veçanërisht për vitin 2026-2027, dhe por këtu do të flasëm për mandatin 4 vjeçar investimet kryesore kapitale të cilat do të transformojnë qytetin e Vushtrisë, që kemi filluar me sheshin dhe parkingun në Toksor, do të përfundojmë tregun e Gjelbër, do të ndërtojmë stacionin e autobusave, do të zgjerojmë dhe do të ndërtojmë disa rrugë në qytet që na i konsiderojmë se janë arterje kryesore të cilat e çlirojnë qytetin nga komunikacioni, siç është rruga Jeton Tërstena që fillon nga rruga Faruk Beqiri në drejtim të Nadakovsit, mandej kemi rrugën Mustaf Halili që fillon nga varrezat e vjetra të qytetit dhe lidhet me Novolan, mandej e kemi rrugën e lidhja e Lezhës që fillon prej lumit Tërstena përkatësisht fillon të muzeu i qytetit deri te përmendorja e Blerë Mzuçakut, mandej rruga
Ismail Qemali, rruga Ismail Qemali që është prej bankave të qytetit, rruga Dëshmorët e Kombit deri te rruga Bahrikuqi, rrugën Bahrikuqi prej rrethit të Flamuris deri në qendër të fshatit të Gojbul, mandej rruga Ukshin Kovačica që lidhet prej sheshit të qytetit rruga Dëshmorët e Kombit deri te rruga Ismail Qemali, mandej rruga Haxhizeka që lidhet prej rrugës Ismail Qemali deri te rruga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, rruga Hazir Gjaka nga rruga Gjergj Kastrioti Skënderbeu në drejtim të Nadakosit. Do të ndërtojmë edhe një treg për shitësit e rrobave që tani mo janë në kushte shumë të vështira dhe do të ndërtojmë edhe parku në qytetit të Dyneku në një sipërfaqe prej 5 hektaresh. Do t'i përmbyllim ciklin e ujësjellësit, kanalizimit dhe infrastrukturës rrugore në të gjitha fshatrat. Do të lidhim kanalizimet e fshatrave me impjantin kryesor ku kemi nënshkruar marrëveshje me Berghin prej 39 milion euro. Faleminderit. Koha juaj Sulejman Meholli, investimet kapitale në 4 vite tashme. Atëherë mi mbroma, përshëndetje për juve, përshëndetje për qytetarët e komunës Vushtrës, një përshëndetje veçantë për mërgjimtarët tonë, duke i falendëruar nga zemra për rezultatin e jashtëzakonshëm që na kanë dhënë si fitues qysh në rundin e parë. I bëj thirrje publike që të vazhdojnë të mobilizohen e të votojnë gjithë ata mërgjimtarët që janë regjistruar tashmë për votim dhe vetëm kanë filluar të na dërgojnë votimet e tyre. Ajo çfarë ka ndodhur në komunën e Vushtrës në 2 ditët e fundit është e papranueshme, pa precedent, antiligjore dhe e jashtëzakonisht e tmerrshme për qytetin tonë. Kryetari aktual i komunës ka miratuar një buxhet jashtë afateve ligjore. 30 shtatori ka qenë data e fundit kur ka pasur afatin ligjor për miratimin e buxhetit për investime kapitale dhe buxhetit në tansi. E ka marrë një shkresë proteste nga thesari i Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave për tejkalimin e afateve ligjore, ka thirrë brenda dite dhe ka kontrabanduar këtë buxhet në Komitetin për Politikë dhe Financa në ora 10 dhe pas 2-3 ore ka kontrabanduar të njëjtin buxhet në kuvendin e komunës Vushtrës me një planifikim skandaloz që nuk paraqet zhvillim të komunës Vushtrës dhe që është më e rëndësishmja me diskriminim pozitiv dhe favorizim të lokaliteteve caktuar me shumicë serbe ku janë planifikuar rreth 1 milion euro investim në këto fshatra. Nëse ti vjen pushtet, ku i harxhon? Vetëm t'i shpjegoj, të lutna. Asnjë fshat tjetër nuk ka investime më shumë në komunën e Vushtrës. Për 2 vitet e ardhshme me kryetar Feriti Drizin se sa fshati Prellush, nëse mundet me demantu, le ta demanton, këto janë tabelat të cilat nuk e lajnë me mashtru, e për më tepër mashtrimi po provohet ju servohet prapë qytetarët e komunës Vushtrës. Prandaj unë i kam disa pyetje konkrete. Kryetari ka xhiru spote dhe po premtoj me zë stacionin e autobusëve. Ma gjej kodin buxhetor ku e ke fut në buxhetin që kemi miratuar stacionin e autobusëve. Pastaj, ma gjej kodin buxhetor ku ti e ke planifikuar ndërtimin e një qerdhe të vetme në komunën e Vushtrës, asnjë qerdhe nuk e ke planifikuar, ndërkohë që i ke refuzuar qerdhet në 4 vitet e tua si kryetar, ka qenë e gatshme qeveria me ti investu me buxhet të vetin, i ke refuzuar, prap nuk i ke planifikuar gjithandaj fshatrat komunës Vushtrës dhe qytetarëve i ke thënë në debate që kam për të ndërtuar qerdhe. Sulejman, koha, faleminderit. Jo, 2 minuta i ke ta kthej mundësinë 30 sekondat e ardhshëm, urdhno replik Ferit. Shiko vetëm pak. Me këtë politikë të linçimit nuk ka kuptim më godit, sepse shikoj tabelat buxhetore ku janë që u miratu buxheti. Mos u ndërhy tash. Tash mos ndërhy. 150.000 euro janë për atë fshat. Nuk janë 1 milion euro. 1 milion euro gjitha fshatrat e Jo, që kjo ati tabelën ku ta ka qitë. Nuk, që kjo është buxheti 200.000, 300.000. Buxheti miratum, ku keni marrë atë, e ta shojnë qytetarët e Vushtrës, ndërtimi rrugëve në Graz dhe Prellush. 200.000 2026, shumë bukur e keni marrë. Buxheti miratum. 2027, 300.000 2028, fshati më i favorizuar në komunën e Vushtrës, kryetari aktual, e dini pse? Sepse kjo është marrëveshja e fshetë të kryetarit në kafenenë e Prellushës. Sulejman, dush me lënë me përfundu. Dush me lënë me përfundu, edhe ai mos mu të përzi ty ati mos me përzi. Faleminderit. Sulejman, lutem në rregullat e debatit. Kisha lut me lënë me këtë fjalë.
Sulejman ta jap fjalën pasi që ta kryen. 30 sekonda mos e ndërhyj. Nëse se fillojmë kështu me favore, më ndërprej fjalën, unë protestoj. Nuk pat favore. Pra, Sulejman e pret me përfundim. Nuk ka nevojë, që kjo është buxheti i miratum në mënyrë legjitime. Mos e ndërprej Sulejman. Le ta përfundoj 30 sekondën e vet. Mos e ndërhyj. Sulejman nuk po dëgjohemi. Kërkush po dëgjohet. Dhe këto lincime që mi bën ky. Janë mashtrimet e tua. Dëgjom, i ke marrë qumshtin, e ke qutë e shpia, mos më shtin tash me qitë. Qumsht ke marrë në bëfe. Bëfe ke marrë qumsht. Reprezentacionin. Jo së t'je marrë heq. Hisu t'je marrë, se e ule nivel në spatit. Veç pak, ti ke marrë drut e shkollës, edhe i ke qunë shpe. Drut e shkollës për e kondre i të që ajo njeri partisë tone, e kam me fakt, njeri partisë tone. Qumshtin, qështë e ke qumshtin? Ti ke marrë. Qëtë një fakt, ko me të pa ditë si dalë për këti emisioni. Si dalë për këti emisioni, ko me të pa ditë. Si dalë për këti emisioni, ko me të pa ditë. Qështu? Si dalë. Po devalvon. E ullë të kje qëfar përvalon me bo. Jo. është e ullë. Antreprezentacion të ke marrë. Je shpif. Nuk pëmle me debatue. Bashkëtori njësë sërbska. Unë e shiko. Ju kisha lutë 30 sekundër ati juj. Jeta vetëm diçka. A bërë më këthyt të bugjeti. Jeta, ndëgjom. Më më thonë bashkëpunëtor. Sulejman, 30 sekunda t'ja. Jeta. Lutëm, apo i respektojmë disa regula, 30 sekunda t'i tuja t'ja. Apo mandranin ajo. Më më thonë bashkëpunëtor i liste sërbska, 6 antarë të familjes të vramë në luft, veti 4 t'i ushtarë, shiko, kjo vetëm me ndoshka po banë. Vetëm 6 antarë të familjes të vramë, asë një pulë s'to ka mangu ty. Kam po punëtor të përparimit atë. Kam po atë. Unë jam kryetar, unë e shkoj çdo fshat. Unë e shkoj çdo fshat. Po nuk kam po ato. Me shkjete produzës të po marrveshje. Do me thonë, nuk bën me shku në fshat sërba. Marrveshje. Qëri bugjetin që i ka po bugjetit vushtërës. Po me 5 shatra shqiptare i ka shkel me inderu ata janë të Kosovës. Ju po bëhet shumë i ullt. Ata janë qytetarë të Kosovës. Me shpifje edhe me sene. Këto janë 150.000 apo e lem me përfundu se kërkush s'po ndigjohet. As unë as te as Feriti. 150.000 ta jap fjalën. Lutëm. Po ti tash jap llogarit. Kushtin që e ke marrë. Qumshtin nuk me të bo pa di si dalë për emisioni. Ajo s'kisha më bëhesh. Ki me gjetë fakte. Fakte ti gjoj. Ki me gjetë fakte. Tash po don më msh. Po don më a bon më kthye te buxheti? Nesër ti a bon më kthye te buxheti në prokurori shpifje. Çoje në prokurori. Nesër kom me çum prokurori. Sulejman, jo, nuk mundemi këtu me debatu. Mundemi sa sta përfundon. Mundemi. Ne jemi përfundu ka mundësi. Apelen 30 sekonda me përfundu çfarë ka mundësi. Jam prej këtë vushtreja. Gjithë vushtreja sot është e shqetësume. Është e shqetësume, nuk apo e lën me përfundu. Mos ki gale. Këtë përluzhe ka mu zhavër. Shikone pllokën me mbishkrime. Ti krye mas ne ashunti. Që kryet e janë me na ofendu. Do me thonë ti s'ki me investu në prelush. Apo tu ti s'ki me investu në prelush. Unë investoj vetëm pak. Çka investon ti në prelush? Unë investoj karshi kërkesë. 2 minuta nuk niva ku investon ti. Investoj në prelush për pa favorizime. Nuk i shkeli fshatrat shqiptare për serbët e prelushës. Aja hekshit projekt. Kam bo fushat patriotike. E në ndërkohë kam përfundu. Aja hekshit projekt. Gotat me rakin në prelush. Edhe të i po marveshët e mshefta. A për premton që e hekshit projekt. Patriot, ndëgjëm, kjo patriot. Se këti si mungon asë një pur prej lufte. Mu 6 antarë të familjes, veç me të regoj shumë. Unë e kam gjallën e njës babës shduk. E ti gjallën e mi. Ndëgjëm, jeta, ndëgjëm. Me jarët e mi e ka në Gjermani dhe Italinë në orë ka luftu në Kosovë dhe në Pashtrej. Ta shte spjegoj që tu si ma akuzove. Ky lapidar, jeta. Ndëgjom, jeta, ky lapidar që po thot qëre ortofoton, në vitin 2018 ka qenë ato kur keni po, shikoje, nuk ka leje. Se s'po shko me jashti bageri. Dërtume këmë gjetu në këto, unë s'dija ka leje. Nëse s'ko, që ta shko? 2018. Qfar nivellit të kretarit kemi? Nëse është pa leje, zotni, nëse është pa leje. Jo nuk po ndigjoni, në fund as njoni s'po ndigjoni. E nuk e zbaton ligjin. 2018. Se se zbaton ligjin. 2018. Se zbaton ligjin. O pse po ju thue ka ndërtue? E ke ndërtu. Pse po i shpif qytetar? Ajo është objektivi. Ka ndërtu ato porkën atë rrëdhësoj. Ky është ortofoton 2018. Si ka ndërtu ato ulsat? Jo, s'është e vërtet. E vërtet. As një moment. Prandaj, nëse është me inë ortofoton me gjet. Ti ki përgjithësi me shku me rënu. Kam për Aj, nuk i ha? Ndëgjom. Nëse je, po në kohë tonë ndërtu kjo. Jo,
A është pa leje? Jo, s'është kohë të, mos përdor Po je konë qeveri. Qa ko lidhe që më Qa ko lidhe? O ti tash apet ko lidhe që sa tjeri që je ko. Qa ko Sa lidhe? to që këtë shtu. Qëre, që që kelon trashikimi. Jo, tash t'kallzoj, Tash që kelon trashikimi qytetit Voshtrisë. Ua? Qëri projekti tua. Qëre me qatë. Qëre, me të njëti që ke qenë koalicion që kelon objekti gjykatës. E tash t'kallzoj. Objekti gjykatës. Objekti e sekurita. Objektin e gjykatës. Tash po kërkon mos më Sulejman, nëse don më përgjigj, duhesh me premtu ti mos më ndërhy pra. Ti përgjigjesh nëse premton mos më ndërhy. Jo, deri sot ndërhyn nuk ndal asone. Asnjë moment. Apo ti jap 30 sekonda nëse premton mos më ndërhy. Nuk japi kode buxhetore për të cilat e sfidova publikisht. As për stacionin e autobusëve, as për çerdhet. Mirë. A mundesh me lën 30 sekonda me kry fjalin? Sa i përket gjykatës. Jo, Sulejman, mas pari përgjigj me mu. I ki 30 sekondat e tu, unë e po t'i jap tash me ju përgjigj gjykatës. Po, apo mirë është vesh me mu, si zoja shtëpisë që jam, apo mi respekton rregullat. Pi tash e tutje, t'lutem, që me e lën, pa marr parasysh ajo përgjigje, me e kry 30 sekondëshe. Se për ndryshe, dura me ta lënë mikrofonin. Apo mi respekton rregullat e mia, t'lutna. Po mëre? Okej. Prej tashit janë 30 sekondat e tu, Sulejman urdhno mu përgjigj për gjykatë, mandej përgjigje taj 30 sekonda pa Nuk dha përgjigje për kodet buxhetore nga mlefi i dështimit. 30 sekondat e tu i ki. Shpifi në mënyrë tull% do të merr padi. Sa i takon objektit të gjykatës. Është objekt i cili në pronësi i takon Ministrisë së Drejtësisë. Nuk është në kompetencën e komunës. Ministria e Drejtësisë e ka shtinë në kodër të objektet të cilat do t'i restauron edhe konsideron objekt të rëndësishëm për Ministrinë e Linjës. Për te kësaj, interesi i tij me rrezu gjykatën është me aliru një oligarkut vetë, apetit grup, për me ndërtu banesa. Sepse ata janë financues të ti, ata i qëndrojnë, ata ja kanë gjitë lakon. Ky është në shërbim të këtyre oligarkëve. Kjo është e vërteta. Koha jote përfundoj, të lojmë 30 sekondat e ti. Ky ka fillu më rënue kër e kam prish koalicionin, Gjafer Tahiri ka fillu me rënue, këta e kanë pengue edhe kanë fut në mbrojtje. Por që ta për pyti s'ka të bëj me lugarë të mi që shtu e kini lonë qëre, kjo është pasyra e qytetit që ka kini bëj jo. Dhe me të njëjtin, që e ka shoh sa ka mujt, u që e ka bu koalicion tash, se tash ju ka buj mirë për pushtet, tash po do me morë pushtet, tash a i koka i mirë, tash i kanë veç me i pati që kanë shkru këta për ta, në për rjetës sociale, për Gjafer Tahirin, kër i ka qitë prej koalicionit, dhe tash kjo ka met, as nuk kemi të drejt me prek, as me renovu, as kur se u fut në dojtje, por foj është i këtyne. Urdhno Sulejman. Shumë e vërtet, unë kam bë koalicion me Lidhjen Demokratike. Jo me Lidhjen Demokratike. Jam shumë i lumtur, nuk ndërhyva, mos ndërhy. Ferit, mos ju përzi, mos ndërhy. Është presion të madh. Po e din. Unë kam bë me degën e Lidhjes Demokratike, më jam fort krenar për atë çështje. Sepse s'kam bë koalicion me listën srpska. Sepse s'bëj koalicion me listën srpska. Me listën e njerëzve të cilës na kanë vrarë Afrim Bunjak. Ky ka bë koalicion me ta. Pra, që rezultatin prellush. A ki prova për këto që po thunë? Ja ku është. Ma shumë ka vota në prellush se në vendlinjen e vetë në Beqiq. Prellush? A ka shqiptar në prellush? Sulejman Nalu, a ka shqiptar në prellush? Se krejt po i bën sërb. Ka pak. Që ta pak? A janë disa? Do me thonë si janë krejt sërb? Pas ka dështia që janë marrua tjetë shqiptarve? A ka mësi me jakë jo, veç po i bën krejt lista sërbe? 95% qytetarët sërb po i bën krejt listë sërbe, nuk dihet mëre, janë qytetarë normal edhe ata në shtanë një? 95% e banorëve në prellush janë të komunitetit sërb. Po s'do me thonë që janë me listën sërbe? Përfaqësuesi i tyre politikë është lista srpska, me cilën ky ka kalu këtë buxhet vetëm nuk do me thonë. Në Adrashi që janë prellush po ashtu? Me të cilën ky ka kalu buxhetin e Vushtrës. Me dorën e listës srpska. Ky ka kalu shumicën e projekte në 4 vitet e fundit. Ky më ka thonë vetëm ko marrëveshje me asamblejistin e listës srpska. Edhe sa herë që unë i kom thonë mos bë marrëveshje. Ky vjen 22-ën, e ki fjalimin publik, e ki buxhetin ta publikoj. 2022 ke bën kodet veçanta, më ke thonë për shkak të votës së listës srpske ka dosh mi bë kodet veçanta Prellushën, Grocën edhe Bojsën. Po i shtin krejt sërb me një thes po thu krejt votojnë për listën sërbe. Bën vetëm diçka. Urdhno Ferit. Dhe ta dëgjojnë gjithë qytetarët e Voshtrisë. Mirë, 30 sekondat e ti. Jo, mëson, lutem shumë. Shpjegoj. Veç pak. Sipas regjistrimit popullatës vitit 2024, Prellusha ka 537 banor rezident, 293 janë shqiptar, 125 janë serb, 114 janë rom, 5 janë ashkali, të drejt vote
kanë po qëre kokita se kes. Po, jo që tash kallzoj. Po në ku morë gjithë kënë, po dhe pa to të ku mujtë, unë i kam 4500 vota ma shumë se ti. Po dhe pa to të ku mujtë. Qëre, vota i kumë posë, shiko. Qito, vetëm pas. Dhe tash. Berit, ta jap fjallën, Suleman. Suleman, ta jap fjallën. Bërë ti e dukun. Ty të mungën e dukota, fajnë. Tash, si mas regjistrimit edhe kësaj teritorit administrativ prej lumit lap, shqiptarët krejt ju kanë bashkohu komunës ju kanë bashku Preluzhes. Shotit. Dëgjom. Ka dole bre tash. Bol bre, e o të djallë. Plan, krytori komunës sune e ban planin. Dëgjom veç pak. E qiti ato që e kanë në mendje dhe në zemër. Janë duke punu me... E qka po thuti për gjysa katoni këtu ka shqiptar? 400... Atëherë veç përgjigju, Suleman, qka po thu që në bazë të regjistrimit fundit gjysa e popullatës Preluzh o shqiptar? Në një deklarat që kë ka ja pas zgjedhjev, i emocionum me rezultatin e fitores. Jo, ti kallëzëm deklaratën që jënë gjysa shqiptar. Jam du ta tregu. Ku jënë shqiptar të atë? Për kon ka votu? 293 janë shqiptar. Se krejt prej lumit lap janë. Orë se ti po thu, krejt kanë votu për një ndryshim të fjallëve, lutna. Nuk ka ndryshim të fjallëve. Ose 2 mas zgjedhjev, ka dalë në një televizion publik, i emocionum për fitores Preluzh, i ka falenderu sërbë, ka unë kretari gjithë shtetërve, bashkëpunoj me listën sërbska, kome vazhdu me bashkëpunu, edhe i kumor votat e ty në ka thonë. Ka thonë kome shtru. A ka thonë bashkëpunoj me listën sërbë? Bashkëpunoj me listën, a je i sigur? Nesër ka thonë kome shtru asfalt, nesër ka thonë kome shtru asfalt Preluzh. Qështu ka folë, e ki me zëllë me fiku, në emisionin e të shtoqit, që e ka pagu me pore me dojnë. Nalo, a je i sigur që ka thonë bashkëpunoj me sërbet, ka thonë, bashkëpunoj me sërbet atje, edhe me vendosja bashkëpunoj me sërbet. Edhe parti sërbs ka folë. Cëllën parti e kanë lisa sërbs kanë Preluzh. Qka më intereso cilën parti e kanë mua? Qa më intereso mua? Për to, për sheqë të pranush me lisa sërbs. Faleminderit, 3 sekundat e feridit. Dëgjoj jeta, prej që ty në 417 vota i kam une, 81 ko i kole dekeja 33, e këti të kujna i kimër ti këtut, a ti shqiptari madha, ti fort patriot, se shumë ke dho për këtë vend, shumë ke dho, që pëm qëtë mullë lista sërbsta, poa, e unë qka kum dhonë? Qka kum dhonë une? Me qeverisje. Qka kum dhonë une? 720.000 euro për Preluzhen. Që ku i kia të në të janë 720.000 euro. Kupto që kjo është bugjeti i miratum. Ndëgjom. Ja këtë ku është? Qëre ku ki bugjetin e miratum? Qëre bugjetin e miratum? Po s'ki fa, po ti... Po ta s'kanë qenë miratim bugjetit his. Ka mundësi? Res njoj vetë vendosi s'ka najt. Ka votu. Ndërgjeshëm në nuk ka votojnë bugjetin. 720.000 euro. Nuk je për lishmeri, është Ministri Administratit. Kodi që unë po e thëmë me fakte. Kodi 54 799. Ndërtimi rrugëve lokale në Grazën Preluzh. Për 2 vitet e ardhshme 720.000 euro. Qëre, edhe une 54 799 ndërtimi i rrugëve 150.000 euro. Që ku është jetë që i miratum shku vend, po kjo s'ka qenë iq, kjo s'ka qenë miratim bugjeti. Qërë ku ta ka qitë? Lete setë sa dona e do që ta ka qitë bugjeti zyrtar. Që kjo është? Mashtrimet e tua i këna morë vesh mëtë. Jo, s'ka mashtrime. A gje stacionën autobusav? Gje stacionën autobusav? Qa ka lidhë stacionën autobusav? A pishe që po genjen? Po genjen publikisht, por tha ka me po stacionën autobusav, tha gje e kodin, tha gje nuk e gjete. Unë falë, gje e kodin, jo ke ullë të shumë, tash veç prit, e ke ullë të shumë. Unë ke ullë të shumë, pa din ki me pos nesër. Nuk unë vynë avukat. Po shkojmë të tema e arsimit, Suleman, po dolim temën e radhës. Nëse i krahasojmë shkollat e Vushtrisë, ato nuk janë për mashallah. Të paktën kështu thuhet në raportin e performancës së komunave, po dojmë tash me folë për arsim. Në bazë këtij raporti, komuna e Vushtrisë renditet e 14 në Kosovë. Pra, para Vushtrisë në renditjen për arsim që ndrojnë komunat si Obiliqi, Gjiljani, Klina, Deqani. Mu po më interesant qka kanë nërmen me bo për me përmirësu edhe ranglistën e Vushtrisë në arsim në këtë listë të përgjithshme që matët prej Ministrisë së Pushtetit Lokal, edhe në përgjithsi kualitetin e arsimit. Po fillojmë prej ty, Suleman, 2 minuta për investimet edhe ndreqen e arsimit në Vushtri. Në planin të për arsimin e do të zbatojmë planin e mësimit gjithëritor, në gjitha të shkolla ku ekzistojnë kushtet, do të fillojmë nga viti ardhshëm shkollor, ndërsa gjatë mandatit do ta bëjmë realitet gjithë komunën e Vushtrisë. Do të sigurojmë transportin falas për krejt nxënës të shkollave të mesme të komunës së Vushtrisë.
do të sigurojmë hapjen e drejtimeve të mjekësisë në kuadër të shkollës profesionale në Bari Hoxha në Vushtre, do të bëjmë sigurimin e qerdheve të reja, 4 në fshatra dhe në 2 qytet që kë nuk e ka përfshi asnjë në buxhet dhe vazhdimisht gjatë fushatës ka thonë që ka më hap qerdhe të reja, pra po i mashtron prapë qytetarët, do ta bëjmë themelimin e qendrës burimore mbështetëse shkollë familje për nxënësit me nevoja të veçanta, do të bëjmë sallën e re sportive në aborrin e shkollave teknike dhe profesionale në Vushtre, do të bëjmë trajnimin profesional të mësimdhënësve, do të bëjmë rritjen e sigurisë në shkolla përmes vendosjes së kamerave të sigurisë, do të sigurojmë shujtat që këy kanë dalë për nxënës të klasëve të para dhe të pesta, do të bëjmë aktivitete shtesë nga sporti dhe arti si pjesë e mësimit gjithditor, do të bëjmë kabinetet e shkencave të natyrës për TIK në shkollat ku mungojnë, do të bëjmë këndet e inovacionit dhe punës praktike në shkolla dhe shumë mekanizma tjerë, por mbi gjitha, tani më lejoni që të një eftoj që ne do ta depolitizojmë arsimin dhe do ta largojmë presionin publik që Feriti Drizi me partinë e tij ja ushtron prej qerdheve e deri në shkollat e mesme përmes grupeve në Viber që ne i kemi këtu me prova, ju kisha lut me i ekspozu, ku këta i detyrojnë, jo thirrje, po detyrim për me marr pjesë të tubimit. Shiko kryetar, se thosh unë jam kryetari i arsimit. Shiko se çfarë provash të shantazhit, të presionit jetë ju bëm mësimdhënësve, mjekëve, punëtorëve të administratës komunës, është e turpshme me konventa, me ftesa për tubime, me obligim të mësimdhënësve, me marr pjesë krejt një ftesat për tubimet e PDK-s, Feriti Drizit, edhe Bedri Hamzës kur ka qenë, ja ku është Partia Demokratike, ja këtu ku është shesh, obligimi i mësimdhënësve për marr pjesë tubim, kjo është fytyra e vërtet. Faleminderit Suleman, 2 minutat e tuja në mandatin tem. Nuk më pas, edhe miku, edhe gruaja e miku drejtori është koha e juj. Suleman, ta shiko 2 minutat e veta, të kërkoj mos mi ndërhy në 2 minutat. Suleman, unë e për moderoj, ta kena nalë zonin, Suleman, ta kena nalë zonin. Nuk i zonë mikrofon, për shkak se 2 minutat e tuja kalun, unë e për moderoj e marë në pytje 2 minutat i kalojnë, mas ne ta e fjallën për replik. Të lutëm, 2 minuta lene me folë. Ferit, plani juj. Para replikës. E qova dorën replik me replik. Mirë, a bon mas pari, kallëzëm njëherë planin për arsim, mande i përgjishës replikës. Planin për arsim, spari arsimin tërditor nuk më në bon ky heq, se nuk ka kushte, po une do t'i ndërtoj që të shkolla që i kumë para parë, do me thonë, një shkollë ka me ndërtu në qytet, një shkollë ka me ndërtu në Novolan, një ka me ndërtu në Shqitaris, edhe një në Mihaleq. Edhe numërin e qerdhëve që veç e kemi promovu edhe gjatë diskutimeve, që ku i ki këtu, që. Lutëm, Suleman, mos ju përzin 2 minutat e parë. Po lejmër ato letra ku i ke marti, mos të dërhy. Suleman, 2 minutat lejnë ti përgjigjet. Suleman, jo, deri sa së të kryhët. Ku e ki shqyqenë? Ku e ki? Jo shkolla është, jo qërë të s'kiqe. A bon të lutëm, Ferit, e ki fulsën tonde, Suleman, të lutëm se cilin venin e vetë. Kërkoj prej se cilit me nej të fulsja e vetë. Nuk po shioni, vazhdoje. I ka ndryshu kundërliqshëm. Ferit, që ato vazhdoje planin. Soj përket, dhe gjëmë, dhe tash, na kemi me vazhdu me digitalizimin e shkollave, veç e kemi filluë, digitalizimin e programe shkollore, shumicën, do me thonë, shkollave në qytet, veç e kemi pajis me tabela digitale, do me thonë, smart board, trajnim të mësimdhansve, dhe do ta digitalizojmë edhe menaxhimin e shkollave përmes një platforme digitale ku prindrit do të mundën me përcjell edhe suksesin e nxënësave, edhe vijshmërinë, edhe me pas një komunikim më të mirë me shkollë. Do t'i financojmë transportin e nxënësave të shkollave të mesme të larta të fshatrave që deri tash nuk kemi mujt me bëhe, dhe po ashtu do të investojmë shumë në trajnimin, kemi fillu mësimin dual në shkollat profesionale, do të vazhdojmë mësimin dual me qëllim të përgatitjes së trive për tregun e punës. Bursat për student, na veç i kemi ngrit prej 140.000 sa kemi marrë në 700.000, tash u kemi premtuar 1 milion euro në bursa edhe trajnim edhe zhvillim profesional të gjeneratave të reja. Tash Ferit i ki 30 sekonda. E tash që e përmeni kjo edhe grun e mikut, ftesën që ndaj arsimtarëve. Umë akuzoj për grut mikut, e din mirë që Suleman, prit, ta ndëgjoj. Qyre kjo ka punësue kunatën këtu, në FSK,
Këtu ka shkru insajderi me 5 janar 2025. Qeqe. Syla ka bo këto, Syla ka bo, Syla. Po, qeqe ki. Vesh me na bo Arbesa me holli. Shkollën e mesme ku e ka kry gruaja e mikut ti. Qysh e ka kry shkollën e mesme që u bë drejtori? Po çka më intereso gruaja e mikut më, po çka më intereso më kërkut. Më bë drejtor shkollë. Gruaja e mikut ti. Ku e ka kry shkollën e para me poena, vetë. Edhe çfarë periudhe ka kry? Edhe në cilën mënyrë ka kry? E çka ka kjo të bëj me katër vitashme? Njerëz që kanë marrë brenda natës privatisht shkollën e mesme na kanë bë drejtora me veri drejtë. Jo, kam lidhje unë me ato. Jo rastisht gruaja e mikut. Jo, s'kam lidhje, as e kam vërtet unë dëgjoj. Ka kompetencë edhe ka ruat konkurs, mos më anulu. Ky ka kompetencë. Në ndërkohë flet për Ministrinë e Forcës. Jo, çure kompetencë komun atë. Edhe këtu. Ma thuaj masnej. Jo. Jo se pe lufton nepotizmin ky shumë i drejtë. Për 2021. Suleman, nuk më kallzove cilat shkolla i marron ti në 4 vite tash. 2021 e ka shti vllahun e ka shti në spital 2021. Çku ka këtu? Çku ka? 14 doj i ke shtitin punë veç Januzi. Cil doj? Ale Januzi na, po parti me ty është. Masnej, na tregon me ty është. Çu ke shtim punë? Ren e vllahut në QKMF, Lavendari. Ren e vllahut dhe çikën e miqës drejtorit të qendrësisë. Cilet. Na tregon çu ke shtim Nuria Halinën, asambleisën tonë. Na tregon çu ke shtim me konkurs. Arlind Gogollin. Çu ke shtim Arlind Gogollin me kriminalistik zyrtar ligjor, apo do më ta çit lau me konkurs. Çu ke shtim vetëm pak. Me konkurs. Çu ke shtim familjarën e shefit grupit kuvendor, djalin e shefit grupit kuvendor. Ja di çka ka qenë sonstena. U hi edhe asambleisja jote u hi. Edhe asambleisja jote u hi. U hi edhe Fatmire Cecelia u hi punë. Edhe ja ka do. Po. Unë po duam do me ju rusmikut. Listën e shkollave, tabelën e shkollave. Ku kanë me shkut hoat vitit tashme. Ta shohim si tabel. Okej. Ju lust të dyve. Kështu e kikur të ulë debatin. A bën pak vëmendje për temën e arsimit? Hajde tash edhe një. Ferit, a mujmë me po që tabel, juftoj, që to janë investimet para pame në shkolla në bazë të kornizës afat mesme bugjetore. Këtu janë shkrume. Shkolla Mustafa Venhari, investimin 3 vite tashme, ndërtimi shkollës Naim Froshi, vetëm 2026, ndërtimi shkollës Emin Duraku, 5 tov, ndërtimi shkollës Bukosh. Faleminderit, prit veç pak Ferit. Sulejman, për 3 vjetë e arshme, a i vazhdojnë ndërtimin që të shkolla, a ki diçka tjetër në plan, i fshin këtu ndërtojnë? Ne jemi në pregaditje të shkresës drejt më apelës, sepse kjo bugjet ka kalu kundër ligjit. Do t'ja ndalim që ja ka ndolë shumë procese tjera. Mirë, kur ta vën ti bugjetin tënë? Po është jashtë afotëv ligjore të lutna, mrena dite ka mojtë KPF, e cilat shkolla i maron ti? Unë mund të shpjegoj ligjin. Mirë, dhe kur vjen ti pushtet, nëse vjen? Mes KPF-s, Komitetit për Politikë dhe Financë, dhe seancës, duhet s'paku 2 javë ditë për shqyrtim materiali. Mërna 2 ore, mos në rry, mërna 2 ore ka kalu në KPF, jashtë afotit ligjor dhe në kuvend këtë bugjet. Pro këtë bugjet nuk kalon. Ne do ta meratojmë bugjetin e ri, me qeverisin e rejtë tonë. Bugjet ri në arsim, ku i qënë paret? Në arsim, në ndërtimin e qerdheve, në ndërtimin e shkollave të reja për me zbatu. Qerdhet a i bën me bugjet komunës a qendrës? Me bugjet komunës dhe në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. Mirë, çfarë? Ndërtojmë shkollën e Rejnës, Mërkonic, ndërtojmë shkollën e Rejnës, Stanovës të Poshtëm, ndërtojmë shkollën e Rej në Bukosh, në Pestov dhe në çdo vend tjetër ku duhet hapësira të reja. Bukosh edhe Pestov, the që i mon. Kallëzojmë atë Mustafa Venhari, Naim Froshi, Emin Duraku, a i mon, a i hek? Shko, projekti i Mustafa Venharit është u zbatu. Kjo e ka promovu në ndërkohë që halopi qëtë bugjet. A e vazhdojnë ti? Sepse po përdor reglament të projekteve të pakryme. Pro, unë e kam një pyetje për këto. Kjo e ka prej shiritin Mustafa Venhari. A u bo funksional edhe pse ke shti apet porën Mustafa Venhari? Vetëm pak. Hajde kryetar. Për shkak që na ka marrë shumë përmbaruesi 11 milion euro, ju kemi met borxh operatorëve, ata kanë përfundu punën edhe na lojnë parët vitin e ardhshëm. Këtu duhet zbret prokurori i shtetit, nëse në Vushtre, edhe tregon se si kë mashtron qytetarët, ke shpërdor bugjetin, vetëm në projektin e sheshit në Vushtre, jenë pagu 3.2 milion euro, 265.000 euro shtes, me so ka pos më përfundu sheshin, falë në cëllin vetë, me so ka pos më përfundu? Me so ka pos? Fol tash, kalzoj ti tash. Pos më përfundu me 14 vjetor, 2024, najna në fund të 2025, në ndërko, kë po vazhdon me jep milionat në atë shesh. E tash ja qesën aktiv fond. I ka planifiku halo në atë shesh, edhe shkatroj Vushtren me atë shesh,
bizneset i ka falimentu, ju ka thonë që e kry për 2 vjet, nuk e ka kry për 2 vjet, po kryet viti 3, në ndërkohë që ky ka planifiku në buxhet 850.000 euro për vitin 2026 e madje edhe 323.982 euro në vitin 2027. Sipas planit dinamik të miratuar nga ky kryetar që është në ikje, plani të dashur shtetor vushtresë sheshi nuk përfundon deri vitin 2027. Një minutë kë. Lutem Sulejman le. Dëgjoj, unë shpjegova. 11 milion euro. Nuk kemi pas mundësimi për cilë operatorët, më ka met sheshi, më ka met tregu i gjelbërt njësoj. Shtyhet afati i ekzekutimit, se nuk mund është nëse s'ki pare, operatorit tash me kryat punë. Dhe saj për këta sajna, sheshi, e kumë thonë, është kryvej pra e qytetit Vushtëris, edhe ashtu ka me met, ka me përfundue, nëse s'përfundon si vjetë, deri në gjusë vitën të shumë përfundon, e shtuim planin dinamik, po së mund është, po s'ke mujtë, s'ke pas pare, s'ke ndërhyva, po punë e madhe, punë e madhe. Dëgjom, pra problemi është se na nuk kena pas edhe shumë projekte na kanë me të pa realizu, se nuk kemi pas mundësi me i përcil operatorët me pagesa. Na jemi konë halë jashtëzakonisht madh. 11 milion euro nga kontrata kolektive kanë derivu edhe 2 milion euro tatimit pronë që ja kemi falë 13 milion euro, që i bie ma shumë se gjysma e buxhetit për investime kapitale për 4 vite. Kjo është do me thonë ajo. Edhe na jena gjinë që kemi mujtë me u gjinë. Kemi pas donacione, kemi bashkëpunu me ministri, kemi bashkëpunu me organizata ndërkombëtare, në një farmase jemi mundu me mbulue, por nuk kemi arrit me mbulu sepse është deficit shumë i madh buxhetor. Faleminderit, 30 sekonda. E ka nisë sheshin për 2 vjet, po e kryen tash për 4 vite, në ndërkohë që për 24 milion euro të 4 viteve të kaluara për investime kapitale. 16 milion euro i kanë marrë kompanitë të Skënderajit të afërta me Samil Shtokun. Tregoj ta Xhorës si njeriu që i shërben atij, edhe vetëm Ilia Grupi i ka marrë për 10 milion euro investime kapitale. A ki prova për çto? Çush s'ka prova mëre? Hajde. Çush ka mundësi? Cilat prova? 16 milion euro me i marrë kompanitë të Skënderajit. Çush ka mundësi 2 herë mu ndërtu sheshi, mu ndërtu nga kompanitë të Skënderajit. Çush ka mundësi? Tona projekte që kanë vlerë milionësh i kanë kompanitë të Skënderajit. Ky duhet më ia përgjigjet. Shikoni kush e rrethojnë këto. Shqiptar Gubetini. Me Samil Shtokun takim, vetëm pak. Shqiptar Gubetini me Samil Shtokun takim, pas 1 muaj dite vakum, ja ka kthy drejtorin e njëjtë që ka shkarkut prokurimit. Edhe e din ky që ai ka bërë drejtori prokurimit. Faleminderit. Sulejman, ke provu me mashtru licenca, licenca, faleminderit. Sulejman, faleminderit. Daleni mikrofonin e 30 sekondave që kanë kalu koha e jote Ferit. Të lutem. Faleminderit. Koha e Feridit. Ngom, me ko Samil Shtoku, që është po thet ky mas pari s'kish guxu me një zonin që ashtu që është po flet. Po. Jo, po që ashtu që është për arrit nomin. Dhe tash thoj për këtë si ty ikën as respektin, as ty as Amis as kërkuj. Hiç. E gjom, thoj për këtë kontratave. Jeta. Tash Sulejman le të përgjigjet. Lele të përgjigjet. Lele ti ke 30 sekondat e vet, unë masneta e fjalën, ta kumnoj mikrofonin. Të shpjegoj çështjen e kontratave. Citu kontrata, lider i kontrates është Bageri, që është shkru në shumë portale që është i afërt me pushtetin ato zguxon me përmend ky qëre ku është jeta lider e dim kush është Bageri rreç aty Bageri fiton tendera edhe në Ministri të Infrastrukturës jo pse s'pe përmend le të pret pak soi përket kësajna që pe përmend ky Samil Shtokun qëre që shkruan shoku i tij me Kselasin vitin 2021 unë mendoj që u përmend Samia se kanë kthyer më godit edhe në 2021 por unë po ju tham qytetarëve të Vushtërisë. Kush ta ka kthy drejtorin? Prit. Unë mendoj se kjo punë e kum kthy vetun, që kjo unë të kredi kum shkarku kredi, po ato se kum shkarkue. Po su shkarku drejtori i prokurimit. Drejtori i prokurimit ka kaluar në drejtorin për investime kapitale sepse nuk ka pas licencë për prokurim. Në moment kur e ka marrë licencën e kum kthy. Veç ta citoj cito. Unë po thet shoku ju që qa përdet për Samil Shtokun njëtën për përdërni veç pak jeta veç pak se ki mikrofonin shumë ta e fjallën qërë qa përdet meku unë mendoj kur i ka përzon nga ke Gjaferi me i fitu zjedhjet unë mendoj që kjo puna e Samis është me tepër një farë storje imaginuar që i mobilizojnë antarësin e vetë e të fusin e një loj frike të qytetaret pa pse diçka vërtet pa
pas se diçka të vërtet në të nuk ka. Shiko, ato e kam përdur që mekun e kiko. Dhe tash, që to pe përdorin këta, po nuk të vlena e ty hish. Kaloj minutazha jote, Ferit. Dheze mikrofonin tash, dheze mikrofonin. E ke nol mikrofonin. Okej. Tash, dheze, se e ke nol. Kush e friksuat? Kush e friksuat? Sulejman, dheze mikrofonin shtype. Kush e friksuat? Kush? Shtype. Kujna i ku i friksuat? Okej. Tash është, urdhë. Unë jam mjek, edhe kam kry provimin edhe psikologjisë mjekësore dhe në psikiatrisë. Ai që ndjen frikën mendon që të tjerët fiksohen për atij personi. Andaj unë për çata Ferit mos i ndërhyj. Hajde. Prandaj ky fiksohet atij e mendon që dhoni friksora. Unë nuk ja kam frikën as atij as ty. Unë nuk i detyrohem as kujt, mos ndërhyj. Unë nuk i detyrohem as kujt, nuk ja kam frikën as kujt. Jetoj me nder, me dignitet dhe me krenari. Përveç të mallit Zot, dhe familjes nuk i friksohem as kujt. E vërteta është që drejtorin e prokurimit ja ka kthy pikërisht ai. Për çka ky bën presion? Edhe di që ka bërë për drejtori i prokurimit. Puna e drejtorit prokurimit, po duhet Sulejman, tash unë shkoj te tema e radhës. Në raportin e performancës, Voshtria vlerësohet si komuna e 9 me shërbime shëndetësore. Sigurisht, për me u rregullu situata më mirë, duhet investime edhe në buxhetin e komunës, i cili është miratu në 3 vitet e ardhshme. Këtu janë para po vetëm 160.000 euro investime për shëndetësi në bazë të kornizës afatmesme. Këtu janë para po që vetëm një projekt mu investu në shëndetësi, buxhetin që në këtë buxhet është paraqitet si depo për objekte shëndetësore, që kjo është vija e vetme buxhetore për shëndetësi. Mu po më intereson tash, përkundër këtij buxheti që ekziston në teori në kornizën afatmesme buxhetore, a kanë nërmen ndonjë investim tjetër specifik për shëndetësi kandidatët, apo veç që kjo depo ka mu ndërtu? Po fillojmë për juve, Ferit, 2 minuta investime për shëndetësi. Jeta, sa i përket shëndetësisë, për pos qendrës kryesore të mjekësisë familjare, që këta kanë ndërtue, edhe kanë ndërtu par leje, edhe jashtë standardeve që si të bjen shi, mushet për drumi, shkallët i ka të ngushta katastrofë, ma të gjona i ka shkallët një shpi, do me thonë të gjitha tjerat kanë qenë të ndërtume, dhe s'ka pas nevoj për infrastrukturë shëndetësore, për jashtimisht zyreve të administratës që i kemi ndërtu në mandatin tim tash. Zyret të administratës ka pas nevoj, edhe na e kemi ndërmen tash me zhvendos qendrën kryesore të mjekësisë familjare, me e pru në një vend tjetër ku hyrje daljet janë shumë të lehta, sepse kjo është eksperti asoj fushe, po nuk e ka para po, po e kena kryna investimet. Tash vetëm ka me u bardh, e kemi ble mamogramin, do me thonë që jemi në ndërkomunat e ralla, në bashkëfinancim me Islamikun, aparatin e mamogramit. Mamografit, po. Në regull. E kemi ble, do me thonë, për diagnostikim të kancerit të gjirit në fazat e hershme, dhe investime tjera, saj për këtë infrastrukturës nuk do të ketë, për shkak se ka nevoj vetëm me bëhe një ridizajnim për me orientue qytetarët në qendrat mjekësisë familjare, me i kry shërbimet që mos me u koncentrue në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Pra, stafin shëndetësor kemi të planifikum trajnimet vazhdueshme të stafit shëndetësor, edhe rritjen e numrit të infermierëve, se kemi mungesë të infermierëve, veçanërisht do me thonë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Qysh keni me shtu këtë numër të infermierëve? Është mungesa atyre, edhe janë mundësit me shtu këtë numër. Kemi me shpall konkurset. Po. Faleminderit, Sulejman, koha juj. Ka penzion infermierët edhe i plotësojmi. Ju i pat investimet, a keni me ndryshu investimet në shëndetësi? Që s'kena me investu, na e kena planin e veçantë për shëndetësi. Ku? Po para se me shkua, e din... Ka zama sa plan, qlutëm. Shtimi analizave laboratorike, krijimi qendrës së shëndetit të gruas, shtimi shërbimit stomatologjik dhe spokun 2 tjera bashkësi lokale që ky ka mbyll 2 që i kom hop, në Pantinë dhe në Lumall. Ky ka mbyll 3 laboratore që ja kom lënë, në QMF3, në Lumall, në QMF1. Në ndërkohë e kam sfidu, në emisionin e kaluar ka thonë nuk e kam idenë, një kryetar komunë që thonë nuk e kam idenë për këtë skandal. Që unë mendoj që prokuroria duhet merret me këtë çështje.
E ka takuar edhe ish drejtorin që ka shkarku për shkak të performancës. Shpresoj që e ka pyet edhe ja ka shpjeguar edhe po. Nuk ka nevojë m'ia shpjeguaj se ky ka qenë dëshmitar. Shikoni këtë, ne kemi një flet dërgesë donacion me çmimin 0 për disa pajisje laboratorike. Pastaj ditën ditë shkohet dhe dërgohet fatura me vlerën 5460 euro, me nënshkrim drejtorit që është kundërligjshëm dhe s'ka drejt, mi pranu donacionet sepse është depoja e veçantë që i bën regjistrimin e pasurisë së komunës, edhe sot unë e kam një pyetje. Shpresoj që e ke sqaruar, ku janë këto pajisje, a janë funksion, a janë regjistruar në pasuri, ki kujdes se kam e bën pa di, në qoftë se shpiv, sepse kanë mugjin pajisjet laboratorike ose kanë mugjin laborator, sepse nuk lejoj me shpiv. Një, e dyta, e nderuar Jeta Gjara, ka 27.900 euro pajisje laboratorike, që 2 vite rrinë depo, pa i hap dhe pa i fund funksion, në ndërkohë që sot e kanë thirrë. Pas ngritjes së këtij skandali nga ana ime, operatori nga Xhilani me orë me avshtim funksion. Në ndërkohë, shëndetësia se si ka performu kë, tregon fakti që Inspektorati Shëndetësor i ka denu me 10.000 euro institucionin dhe me 500 euro drejtoreshën e QKMF-s. Ku janë mbajt vakcinat kryetar? Ku janë mbajt vakcinat? Pse i ke mbyll laboratoret? Pse i ke mbyll laboratoret? Pse i ke mbyll laboratoret? Po thot, kom e rrit numrin e infermierëve. 5 herë mas paku e ka anullu konkursin e infermierisë. I bëj thirrje këtë aty në aplikantëve. Që përmes votës, ashtu siç ka lujt kë mendjenjat e tyne, kanë pagu ka 20 euro dokumentacion me apliku, kanë pagu certifikata mjekësore dhe në fund kë 5 herë ka anullu konkursin e infermierisë. Në ndërkohë që i ka detyru edhe veteranët dhe familjarët e veteranëve të luftës me pagu për certifikata mjekësore. Familjarin teme ka detyru të ka thirrë edhe në telefon. Pra, këtë ka abuzim skandalos sot që po flasim. Faleminderit, koha jote Suleman, jo. Edhe 5 sekonda, lutna. Ose rëndësisht është një skandal publik. Sot që po flasim, përkrahasi i tij që punon në QKMF është i arrestuar për rishvet. Faleminderit, koha. Ferit. Dëgjom. Mos me atributi për krasi, aj është një doktor që aj ka hedh valle, kur në 2021 kur ka fitu Gjafer Tahiri që ti ki në koalicion. Jo, qa po ma atribon tash mua. Jo, dëgjom veç pak. Lere prokurorin le t'i kryjë punë të veta, mos ndërhy, mos me noti me gju balë qka dush të të one. Jo, nuk është ashtu. Sa i përket atyre që i tha, është thirrë operatori, sepse nuk ju ka qu kodin për me bo analizat edhe ka afatin, o ka me debloku, o ka me shput kontrata. Prandaj... Ju ka kalu garancioni, falj. Ju ka kalu garancioni atyne. Nuk mund është mi këthyti mo. 27.900 euro ju ka kalu garancioni. Kujna? Pajisjev që i ke ble, edhe nuk i ke shtim funksion që 2 vjetë. Ju ka kalu garancioni. Ju ka kalu garancioni. Jo, mos shpif. As i laborator, as nuk u mbyll, as ngom. Kurgju hes nuk e bo. Kontrata furnizim. Shikoni, kontrata furnizim. Të dashur qytetarë Komunës Vushtrës, me datën 14 dhjetor 2023, janë këtu me specifika teknike, që janë pranu modra. Se po më mërë konkret, Jeta, ndëgjom. Sa i përket ati dënimi që po thotë, nuk i ka pranu sistemi, për ndryshe kur i në kontrolu, kret janë të evidentume, do me thonë në kopje fizike, që kush merë bre, kush merë sotë... Që kam punu mirë, jenë dënu, apo? Tu po do me thonë që kam punu mirë, jenë dënu. Jo, se ata i kanë këshyrë vetëm për me sistemit, po na kemi bo në kese. Qito, apë na i shpikon qito. Usë qarë u të lidhur me këtë, faleminderit për shëndetësi, faleminderit, po du me dollë të tema radhës, Vushtria është një prej qyteteve me lumenjë më të ndotur në Kosovë, pasi në këtë komun kalojnë lumi Sisnica edhe lumi Llapi. Në bugjet, në kornizën afatmesme bugjetore, jënë para po 11 projekte për shtrimin e rjetit të kanalizimit. Pra, kjo është tema radhës është ambienti, po dojmë e folë për investimin lumenj, në kanalizim, po dojmë e këshyrë a kanë planifiku me ndërtu ndë një impiant, apo me vazhdu me të vjetrën, me i shkarku ujrat e zeza në për këta 2 lumenj që kalojnë në Vushtri, cili është plani për ambient, kanalizim, uj. Prej teje, Suleiman, po fillojmë kësaj radhe. 2 minutat për këtë. Ne në kodër të projekteve tona kemi në bashkëfinancim me qeverinë, sepse janë projekte edhe që po ndodhin, ndërtimin e impianteve për pastrimin e lumit Sitnica, po ashtu ne do të integrojmë gjelbrimin gjithandej hapësirave publike të Komunës Vushtrës përfshirë fshatrat dhe qytetit, ku do të ndërtojmë parqet të qytetit, do ndërtojmë parkun në sipërfaqe prej 2 hektarësh, dhe këto ka ishme të Elvicianumit, ku do ta bëjmë edhe stacionin autobusëve, do të rregullojmë këndet e lojrave për fëmijë në fshatrat e Komunës Vushtrës të bashkësitë e mëdha lokale, po ashtu ne do të shtrijmë zonat e gjelbrimit të
gjithandaj komunës së Vushtrisë, si në qytet, ashtu edhe në fshatra, nuk do t'i bëjmë gjelbrimet në mes të trotuarit siç i ka bërë kryetari aktual, e as nuk do t'i bëjmë me pisha që paguhen ka 1200 euro e janë të thota, pastaj i sharrit e i mjeltjerat e këti paguhen me parë të qytetarëve të komunës së Vushtrisë. Po ashtu do të bëjmë projektin e qytetit të renovuar fasadimin e objekteve të vjetra të qytetit të komunës së Vushtrisë, do ta transformojnë shëtitoren e Veç Zymberit, do ta lidhim me më shumë ura, do të integrojmë më shumë gjelbrim dhe do të krijojmë qasje në të dy anët e lumit, sepse pjesa përtej Sitnicës nuk është absolutisht e shfrytzueshme për shkak të mungesës së qasjes në atë pjesë. Pra politika gjelbërta ambientale, gjelbrim dhe ambientet të ngrëta për qytetarët e komunës Vushtrisë do të jenë pjesë e projekteve tona në 4 vitet e ardhshme. Faleminderit, Ferit. Jeta, kë e premtoi impjantin bashkëpunim me qeverinë, apo? E premtove? Impjant? Është impjanti pjesë e projekteve të qeverisë. A ke lexuar buxhetin? Mirë, unë e kom nënshkrue Jeta 39 milion euro impjantin për pastrimin e ujrave të zeza bashkë me kryetarin e Mitrovicës edhe kryeshefin e KRU Mitrovica, kështu që nuk i nevojë ato se nuk ka njohuri për këtu. Ja, ka njohuri shumë. Jo, s'ka njohuri fare. Ti provon me projektet e qeverisë, ti provon nuk janë projekte të qeverisë. Ai prego. Jo, s'janë ato. Qëre po ndërhyn, Jeta. Unë nuk ndërhyta. Jeta, Majeranin. Fol për Majeranin se nuk i ndërhyta. Po ti Majeranin se si ndërhyta Jeta. Ama fol për projektet tua, Ferit. S'moj flas me këtë zhurmë Jeta. Kjo nuk është korekte. Dhe të mbanë, unë ke shumë i disiplinun deri në fund. Unë jam të enal mikrofonin kur po moj. Jo, me mikrofonin po. Dhe, sa i përket projekteve të ambientit, thamë të drejten, na kemi punu shumë në gjelbrimin edhe me mbrojtjen e ambientit. Kemi pastru hapësira, kemi rregullu parqe, edhe i kemi në plan një numër shumë të madh të parqeve, do me thonë edhe parkun të Dynekut që e prezentova tash në fillim, por edhe parqe në përfshatra, si që është Stanovci Jolt, Pestova, Nadakosi, Pantina, Druari, Novolani, Smrkonica, edhe disa fshatra, do me thonë, kretë qito parqe që na planifikojmë në përfshatra me i ndërtuë, nuk e kalojnë shumë 100.000 euro për një fshat, në bazë të hapësirave që i kemi asi. Këto që po thët ky, që na jemi duke i marë projektet e qeverisë, na kemi bashkëfinancu shumë mirë me Ministritë e Linjes, në mënyrë shumë institucionale edhe me Qeverinë e Republikës së Kosovës. Prandaj kemi realizuar projekte dhe nuk i kemi përvetësuar ato projekte të qeverisë, po çdo projekt që ardh, unë kredi nuk jam i me pagu projekte, nuk kena as ky kredi, çdo projekt do me thonë ka qenë inicimi imi, ka qenë hartimi projektit, edhe në kur jam shku në qeveri, në ministri, unë ja kum qitë 3-4 projekte, i kum thonë janë prej tyre cilin dush zgjedhe edhe hymin bashkëfinancim. Shumicën e projekteve janë bashkëfinancim edhe shumicën e projekteve na bashkëfinancojmë jashtëzakonisht shumë deri në 70%. Mirë, po folim për shumicën e projekteve, të dyve vetëm pak, po du vëmendje një temë cila so diskutu hiç në rundin e parë, për që ato, jo Sulejman, agenda është qasje të personave me aftësit kufizume. Qëto projekte, Ferit? Po du me ditë, so institucione lokale, në 4 vitet e ardhshme, tu llogarit, QKMF, shkolla, edhe institucione tjera lokale, kemi adaptu me standarde për me përshtat qasjes personave me aftësit kufizume. Madje, kam qenë shumë i kujdesshëm edhe të punësimi. Jo, për të ardhmen kalzom. Qa që kujdesshëm sa s'ka qasje në plët institucione lokale? Jo, ku s'ka? Ku s'ka? Ku nuk ka? Shkolla. Sa shkolla kanë qasje? Cila shkollë nuk ka qasje? Sa shkolla i ki pa ashensor në ka dytë? Sa shkolla i ki pa ashensor? Që kalzom? Ashensorët nuk preferojnë për shkolla. Qysh nuk preferojnë? Apo folim për qasje? E qysh me hyp personi me karocën ka dytë? Ja u qesëm klasën katin e parë? A ka WC për qasje për persona me të aftësit kufizume në krejt shkollat? Për WC me aftësit kufizume... Po që kjo është qasja? Nuk o qasja tjetër se? Po mirë, po ashensor. Po gjoma ti një shkollë në Prishtinë... Qysh, veç me au qitë mi pjertora? Mirë, gjoma një shkollë dikun Balkan... Gjoma një shkollë, une po i pës krejt kryetarët e komunave edhe kandidat për kryetar. A keni me ndru këtë standard? A ki me bu WC për qasje, për persona aftësit kufizum në krejt institucionet lokale ajo? 4 vitet e ashme, a ke me bo? Qatë premtim për? Po shiko, Jeta,
Na I kemi planifikue me pas qasi gjithkun personat me aftësit kufizume. Ndërkas ashensor në përshkolla s'kemi planifikue, se nuk bot ashensori... A do mi planifiku në të ardhmen? Ashensor? Po. Jo. Mirë. WC-at, kallëzon WC-at, a do mi planifiku? WC po. WC, shiritat për personat e verbër, a kemi planifiku në krejt vushtrim? Shiritat për personat e verbër kemi fillu me I planifiku në për sheshe, ku t'i ndërtojnë ta sheshin e rritë qytetit, edhe në për trotuare. So parkingje për persona me të aftësit kufizume kemi dediku? Po I kumë regullu, hajde vizitoj parkingjet që janë për persona me... Edhe, jo se ka shënësori sheshi, jo, tash nalu këtu, tash për ndalemi këtu. Të sheshi, të parkingu në toksor, janë parkingjet për persona me aftësit kufizume, edhe... Po janë dikun ja 5-6. Saksir, tash më sëmë, ka për fjallë bashkë sa, se si jam inxinjeru në këtu me të kalzu sa. Prit veç pak. Veç pak, se s'ka mundësi. Dhe është ashensori për persona me aftësit kufizume, se për persona normal s'ka nevoj se një katë është ato. Mirë. Faleminderit. Njejt, Sulejman, kallëzon për qasje për persona me aftësit kufizume, a kemi adaptu krejt shkollat, krejt e kemi thënë publikisht, e kemi të shkruar në program. Nuk ka projekt që bëhet në 4 vitet e ardhshme, me qeverisjen tonë, që nuk parashe qasjen për personat me nevoja veçanta. Nuk ka rëndësi, a është shkollë, nuk ka rëndësi është qendra mjekësisë familjare, nuk ka rëndësi është park apo shesh, apo stacion autobusëve, të gjitha këtyre... Edhe me i adaptu, apo vetëm treja? Edhe kemi mi adaptu, se unë I kam adaptu dhe sa kam qenë drejtor, që me fëm pantin, këta e kalon pa qasjen, ja kom kriju qasjen për personat me nevojat veçanta, e ndeshmitore, e barësi lokale. Pra edhe kemi mi adaptu, edhe çdo projekt kemi me bo me qasje për personat me nevojat veçanta. Në një emision të kalum, kryetarin e komunës, ja kom adresu një pyetje të një qytetarit Vushtrisë, I cili jeton në pjesën e poshtme ka parku I qytetit, pra nën shesh që kë po provon me përfundu mas një 4-5 vjetë, pra VZ2 vetë zoti e din, se nuk e din as kë, veç qëtë bugjet në milion, sepse do të mi shërbuj leja grupit, pyetja ka qenë konkrete, mos më dëre hyrën në dëgjova. Pyetja e qytetarit ka qenë, nanën e ka në karrocë, jeton në pjesën e poshtme të parkut, dhe I kam thonë, qytetari më ka obligu, ka qenë edhe votues I tij, ndoshta, para 4 vite, tha ma kam byll mundësin me e qitë nonën shesh. Tha pyte kryetarin e komunës, ka ko me hinë në empi pjesës poshtme në shesh, përgjigja e kryetarit, pa asnjë pikë ndjenje, që e kalon sheshin pa qasje, ka pjesa e poshtme për personat me nevojat veçanta, ka thonë, Lëpi Pjerrinat. Lëpi Pjerrinat e kime zëdhe me figurë, është ofendim për personat me nevojat veçanta, me pas si gjuhë e për një kryetarit. E kime zë, kome ta lidh dhe kome ta publiku. Kome ta lidh me këto që po e thëm, edhe me këto që po e thu tash, ke thonë Lëpi Pjerrinat. Tash e ka replikën. Lëpi Pjerrinat. E ke lonë një Edhe na jemi të lyp Pjerrinat. Edhe na jemi të lyp. Veç pak ta këshyrim. Ta ndëgjojmë për Pjerrinat. Vetëm pak për jetë, se këto e me fol 3 minuta. Jo, Sulejman, po do kërqa. 10 milioner I ka kushtua I shesh Vushtrisë. I ka morë Skënderoj ato pore. Edhe nuk ka qasje për personat me nevojat veçanta. Nuk ka. Çfarë gjuhë raciste je tu përdor ti? Po çfarë shteti do ti më ndërtua që tu Skënderoj 100 herë? Mos u streso, unë e di që jetë një cak. Unë e di që jetë një cak edhe Skënderoj në kin zemër. Ja. Dëgjom, leti. Mos përdor asë. Faleminderit Sulejman. Ajo është kompani e regjistruar në Kosovë. 10 milioner. Edhe Skënderoj është Kosovë. Dëgjom, jeta, vetëm pak. Jeta, mos më jap kohë më shumë. Që shkallët I ka shumë ngushta. Dëgjom, Faleminderit. Edhe ja ka fillu me pikë. Ja ka fillu me pikë. Ta ndëgjojmë replikën. E kryve pjesën tonë. Në parkingun në toksor, ja ka nis me pikë. I ka qu punëtorët e përparimit me pastru Vushtrisë që bidel dikon. Sulejman, ta ndëgjojmë replikën. Lutem mos I kuadro. Ti e ki fobi me hinat parking. Jeta ndëgjom. Për qasjen ka pjesa e Jo, prit vetëm pak. U përmend që 100 herë punë e tendereve. Këti ta pas ka dhonë komplet programin Gjafer Tahiri me full për tendere, këtë duhet me di që tenderet janë të hapura dhe kryetari I komunës nuk është ai që jep tendere. Një herë për gjithmonë ligjin për tenderimin duhet me di që janë disa komisione. Tash kallëzon për qasjen ka pjesa e poshtme. Pjesa e poshtme kur të vazhdojmë tash pjesën e sheshit, se çat pjesë është përmes, aty I bëhet një qasje. Se ende nuk kemi mri deri ato. Mirë. Pyetja e fundit, jemi në fund. Sulejman, a vjen debat nëse I fiton zgjedhjet?
Nuk vimare. Faleminderit. I vetmi njeri që ka ikë debatëve është kë? Jo, Kë veç si të ka ti. ikë asnjëherë, debati tonë asnjëherë. Jo, respektin tonë. Vetëm jo. Po pse ç'a është kjo? Ç'a është kjo që s'u si ka ikë Ferit? Pse kjo? Ç'a është kjo që s'u guxu me ardh? Njëjtë është. Debat. Po te apishe që ul nivelin e debatit, po a debatohet me ty? A vjen debat nëse i fiton zgjedhjet? Nëse i fitoj zgjedhjet, po ç'është zi? Faleminderit. Ishte kjo debati për komunën e Vushtrisë. Nesër mbrëma jemi prap me një debat tjetër. Vazhdoni me na shkruajt, vazhdoni me na shkruajt në info@kallxo.com deri nesër mbrëma në debatin e radhës natën e mirë, mirëmbëjtje.